Kombëtar Islam, Dega Shkup, ju prezanton emisionin Gjurmëve të dashurit tonë. Parë që në çdo betejë që hynin me muslimanët dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Qurayshët ishin gjithmonë ata që humnin. Ata menduan në një zgjidhje përfundimtare të këtij problemi. Kështu, ata vendosën eliminimin fizik të profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës së tij është përballuar me shumë përpjekje për ta vrarë. Hera e parë është kjo që të përmendim. Me gjithë këto përpjekje për ta eliminuar, profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdoi rrugën e tij dhe transmetimin e mesazhit me të cilin ishte obliguar. Tërë kjo nuk e dobësoi dhe as nuk e demoralizoi. Nëse një politikani apo një njeriu të madh, çfarë do qoftë, do t'i kishin ndodhur të gjitha këto atentate dhe kërcënime, do të ndryshonte ide dhe rrugë. Diçka e tillë është mesazh për të gjithë politikanët dhe vendimmarrësit, që sido që të heqesh dhe kërcënohesh, vazhdo të mbrosh të drejtën pa u lëkundur. Të gjithë do të vdesim një ditë, por ai që ka mbrojtur deri në fund të drejtën pa u lëkundër, vetëm ai do të përmendet dhe emri i tij do të bëhet i përjetshëm. Duke parë që çdo zgjidhje tjetër kishte dështuar, Qurayshët filluan të mblidheshin shpesh herë në Darun Nadwa dhe të diskutonin rreth mënyrës se si ta vrisnin profetin sallallahu alaihi wasallam. Në këto mbledhje ata nuk e ftonin Ebu Talibin, megjithse ishte nga paria e Mekës. Këto lëvizje i bën përshtypje Ebu Talibit dhe dikush i tregoi për qëllimin e Qurayshëve dhe vendosi të veprojë. Ai nuk mund ta shkelte fjalën e dhënë profetit sallallahu alaihi wasallam pak ditë më parë. Ajo nuk ishte një fjalë e dhënë në çaste euforie dhe dëmshurie dhe të mund të harrohej, por ishte fjalë që e kishte dhënë duke qenë i ndërgjegjshëm për atë që mund të ndodhte. Kështu, ai mblodhi një grup të rinj nga familja e Banu Hashimit dhe duke i dhënë secilit nga një copë hekuri me maj, u tha: nesër, kur paria e Qurayshëve të jenë ulur në Qabe, secili prej jush, pasi të keni fshehur hekurin në rroba, të ulet pranë çdo njërit prej tyre. Kur t'ju them ti nxirrni me njëherë. Ai u dha nga një copë hekuri me qëllim që vetëm t'i friksonte. Nëse ju kishte dhënë shpata, kjo ishte shenjë për luftë dhe mund të ndizeshin gjakrat me njëherë dhe fillonte lufta mes fisit, gjë të cilën nuk e dëshironte Ebu Talibi. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk dinte gjë akoma për përpjekjet e Qurayshëve për ta vrarë. Të nesërmen, Ebu Talibi e merr profetin sallallahu alaihi wasallam për dorë dhe i kërkoi të shkojë me të. Kur u afruan pranë Qurayshëve, Ebu Talibi e ka për dorë profetin sallallahu alaihi wasallam, e ngre lart dhe thot: a e dini se çfarë kam dashur të bëj, o Quraysh? Jo, ju përgjigjen ata. Atëherë Ebu Talibi u drejtua nga të rinjt që kishin zënë në vend pranë secilit nga paria e Qurayshëve. O të rinjt e Banu Hashim, qohuni! Qurayshët u shtangën kur pan që pranë secili prej tyre ishte një iri me një hekur me maj. Ebu Talibi ju drejtua Qurayshëve përsëri: për Zotin, nëse do të vritet Muhamedi, do t'ju luftojmë derisa të shuhemi ne dhe ju.
më pas i mori të rinjt dhe u larguan së bashku me profetin sallallahu alaihi wasallam. Nga ky qëndrim i tij, Kureshët u demoralizuan dhe ai që u demoralizua më shumë ishte Ebu Gjehli, i cili sa herë e fyente profetin sallallahu alaihi wasallam, dilte i poshtruar. Krahas kësaj që ndodhi, ideja për eliminimin e profetit sallallahu alaihi wasallam vazhdonte në mendjet e Kureshëve. Ebu Talibi, nga ana e tij, mblodhi të gjithë fisin e Benu Hashim dhe vendosën një plan për të mbrojtur profetin sallallahu alaihi wasallam nga ndonjë tentativë për vrasje. Këtë Benu Hashim e bënin për të mbrojtur jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, megjithse jo të gjithë ishin musliman. Po ti o vëlla, çfarë ke planifikuar për të mbrojtur emrin dhe traditën e tij? A qëndron në krah të profetit sallallahu alaihi wasallam ashtu si qëndroi Ebu Talibi që nuk ishte musliman? Sigurisht që ka njerëz të tillë që mbrojnë traditën dhe mesazhin e profetit sallallahu alaihi wasallam, por ajo që kërkohet është që ky numër të shtohet. Meka ishte një qytet që rrethohej nga male të shumtë dhe zakonisht lagjet e saj ishin të vendosura në pjesën mes maleve. Familjet me pozitë të lartë në shoqëri zgjidhnin vendet e larta për të banuar me qëllim që të shihnin prej aty qaben. Fisi i Benu Hashim ishin të shpërndar, dikush lart e dikush tjetër në mes të popullatës së thjeshtë. Plani i Ebu Talibit për të siguruar mbrojtjen profetit sallallahu alaihi wasallam konsistonte në atë që i gjithë fisit të zbrisnin nga vendet e larta dhe të banonin poshtë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam të banonte në mes tyre. Me këtë, Ebu Talibi fisin e tij e kthente nga një fis ku secili banonte sipas qejfit dhe dëshirës së tij në një fis të mbipopulluar. Kjo me qëllim që kushdo që dëshironte t'i bëj keq profetit sallallahu alaihi wasallam të zbulohej. E gjitha kjo për t'i siguruar mbrojtjen profetit sallallahu alaihi wasallam. Megjithse jo të gjithë Benu Hashim ishin musliman, të gjithë pranuan që të linin shtëpitë e tyre dhe u bashkuan me fisin në mbrojtjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam do të qëndroj në këtë gjendje pa dal nga lagja për 3 vite rresht. Nuk do të dal vetëm gjatë sezonit të haxhit, ku Kureshët nuk mund të keqtrajtonin njëri, pasi i përflisnin fiset e tjerë për rëmuja gjatë haxhit. Në këtë lagje banonin muslimanët e fisit Benu Hashim me profetin sallallahu alaihi wasallam, kurse muslimanët e tjerë banonin në lagjet e tjera. Duke parë këto masa të fisit Benu Hashim, Kureshët u ndjen të ofenduar. Për këtë, ata ndërmorën një veprim tjetër që ishte vendosja e sanksioneve ndaj fisit Benu Hashim. Sanksionet ishin 2 lloje: ekonomike dhe shoqërore. Sanksionet ekonomike konsistonin në atë që u ndalohej të gjithë banorëve të Mekës dhe tregtarëve që të blinin ose t'ju shisnin mall fisit Benu Hashim. Kjo gjendje do të vazhdojë për 3 vite rresht, ku Benu Hashim as nuk do të mund të blinin ushqim dhe as nuk do të mund të shisnin. Nëse dikush prej tyre shkonte të blej ushqim, tregtarët e ngritnin çmimin aq shumë sa që nuk mund ta blinte. Kurse sanksionet shoqërore ishin se u ndalohej Kureshëve që të martoheshin me ndonjë nga Benu Hashim, nuk lejohej as të merrej dhe as të jepej vajzë te ky fis. Të dy këto sanksione i kishin shkruar në një dokument, të cilin e kishin firmosur të gjithë tregtarët, paria e Mekës dhe përfaqësues të gjitha fiseve të tjerë. Ky dokument u nënshkrua dhe u firmos me qëllim që të zbatohej nga të gjithë, pasi bëhej fjalë për ndëshkim të fisit më të madh në Mekë, fisit Benu Talib.
për t'i ashtuar vlerat këtij dokumenti, ata e vendosën brenda Qabes dhe e varën në muret e brendshëm të saj. Gjatë kohës së bojkotit, Ebu Lehebi, xhaxhai i profetit sallallahu alaihi wasallam, shkonte te fisi i tij Benu Talib dhe u thoshte: "A nuk shihni se çfarë i bëhet vetes? A nuk u pata thënë që nëse do e vazhdoni ta mbështesni, do të ndodhin gjëra të tilla? Ja, ku të gjithë Kurejshët tani janë armiqtë tuaj, këtë ndere keni prej Muhamedit." Jo vetëm kaq, por ai shkonte te tregtarë dhe u thoshte: "Rriteni çmimin për muslimanët dhe unë do të kompensoj atë që nuk ju shitet." Dokumenti nënshkruar veç bojkotit përmbante dhe një kusht tjetër. Nuk i lejohet askujt nga banorët e Mekës të dëgjojë një musliman t'i flasë rreth Islamit. Kjo bëri që për 3 vjet rresht thirrja islame të ndërpritej dhe gjatë këtyre viteve asnjë nuk shprehu dëshirën për të hyrë në Islam. Kurejshët kishin caktuar edhe pika vrojtimi ku kishin vendosur njerëz për të kontrolluar nëse dikush u çon ushqim fisit Benu Hashim, vjedhur azi. Vetë Abu Talibi dhe të gjithë muslimanët dhe jo muslimanët e fisit vazhdonin të qëndronin kësaj sfide dhe nuk ankoheshin. Ushqimet u mbaruan dhe filluan të ushqehen me gjethe pemësh. Një prej tyre tregon që për shkak se ushqeheshin me gjethe, jashtëqitja i ngjante më tepër jashtëqitjes së deveve. Qëllimi kryesor i Kurejshëve me këtë bojkot ishte që fisi Benu Hashim ose të dorëzonin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ose të shpalte që ai ka hequr dorë nga idetë e tij. Sigur një prej fisit Benu Hashim të dilte dhe të thoshte që e mohoi mesazhin e Muhammedit, do i jepej ushqim dhe do të ndërpritej bojkoti kundër tij. Kjo, pasi sikur të dilte një, do dilnin dhe tjerët duke e lënë Muhammedin të vetë. Por gjatë 3 viteve rresht nuk doli asnjë prej tyre, as edhe nga jo muslimanët. Muslimanët e bënin diçka të tillë për të mbrojtur fenë, kurse jo muslimanët e bënin për të mbrojtur familjen dhe farefisin. Më parë, gjatë keq trajtimeve, profeti sallallahu alaihi wasallam u kishte lejuar që gjatë torturave ta mohonin mesazhin dhe fenë e profetit sallallahu alaihi wasallam nëse u kërkohej nga jo besimtarët. Kurse në këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u lejoi, për shkak se do të nxiste edhe të tjerët. Kështu asnjë nga muslimanët dhe jo muslimanët nuk dolën të mohonin profetin sallallahu alaihi wasallam. Ata duronin urin për vete dhe duronin dhe fëmijët e tyre derisa qanin nga uria. Asnjë nga gratë nuk i thatë shoqit që ta ankoheshin te profeti sallallahu alaihi wasallam për këtë gjendje. Asnjë prej tyre nuk i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam që të lutej dhe të ndodhte një mrekulli dhe të shpëtonin nga ajo gjendje. Gratë besimtare në këtë kohë i thoshin burrit: "Mos u mërzit, se do t'i bëj fëmijët të durojnë." Tregon Saad ibn Abi Waqqasi që një natë dola jashtë për nevoja personale. Pa dashje, duart prekën diçka të fortë. Kur e pash, ishte lëkur deleje dhe u gëzova shumë. E vendosa si për zjarrit ta pjek pak dhe fillova ta ha duke e shoqëruar me ujë. Qëndrova me këtë lëkur për 3 ditë pa ngrënë dhe pa pirë gjë tjetër. Kurejshët ishin të sigurt që bojkoti do t'i lodhë muslimanët dhe nuk do të mund të qëndrojnë më shumë se 2 apo 3 muajt e parë. Por ata qëndruan për 3 vite. Ata ishin edukuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Arqam ibn Arqamit dhe ishin të gatshëm të sakrifikonin çdo gjë për besimin. Një besim i tillë vjen me namaz nate, me agjerim dite, me përkujtim të Zotit
me lexim të Kur'anit, sinqeritet e tjerë. Çdo përparim dhe zhvillim kulturor dhe ekonomik nuk ka ardhur lehtë, por ka ardhur nga burra dhe gra që kanë sakrifikuar. Edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam duronte me ta. Thot në një hadith duke përshkruar gjendjen e tij në këtë periudhë. Unë jam lënduar në një kohë që nuk lëndohej kush. Jam friksuar kur nuk friksoi kush. Jam ndjer i uritur kur nuk ndjehej kush. Kam kaluar 30 net pa pasur në barkun tim dhe në barkun e Bilalit gjë që mund të hahej. Ajo me cilën u shtesha ishte diçka të cilën Bilali mundej ta fshej poshtë sqetullës. Bilali radiallahu anhu dilte dhe mundohej të gjej ushqim për profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur gjente diçka, e fshihte poshtë sqetullës që të mos e shohin Kureshët dhe t'ia marrin. Ashtu e hante profeti sallallahu alaihi wasallam ushqimin e tij. Me muslimanët dhe profetin sallallahu alaihi wasallam kishte edhe tregtar, të cilët humbën gjithçka me këtë rast. Megjithatë, asnjë nuk u ankua. Abu Talibi çdo natë shkonte te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkonte të ndryshojë vendin, nga frika që kishte se mos vjen ndokush dhe e vret. Nga ata që e vuani këtë gjendje ishte edhe Khadijja, e cila e kishte zgjedhur vetë të qëndrojë me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët dhe të vuante. Kjo pasi Kureshët që në fillim e kishin përjashtuar Khadijën nga bojkoti, për shkak se ajo njihej si një nga gratë që rriten nga familjet më të mira të Kureshët. Ata e lejuan të qëndronte jashtë lagjes së Banu Hashim. Madje i premtuan që edhe nëse dëshironte të qëndrojë me profetin sallallahu alaihi wasallam, do t'i vinte ushqimi atje. Por ajo e kishte refuzuar këtë dhe vuante së bashku me muslimanët. Në këtë kohë Khadijja ishte afërsisht 65 vjeç, kurse Abu Talibi i kishte kaluar të 80-at. Gjatë bojkotit, Khadijja u lodh shumë. Megjithatë, duroi deri në fund dhe refuzoi të dalë. Për këtë, pasi përfundoi bojkoti, Khadijja dhe Abu Talibi vdiqën pas pak kohësh. Një nga Kureshët me emrin Hisham ibn Amr el-Amiri, megjithse nuk ishte musliman, merrte një deve dhe gjatë ditës lëvizte shpesh nga rruga e lagjes ku banonin muslimanët që ishin në bojkot, me qëllim që t'i mësonte rrugën. Natën vonë e merrte deven, e ngarkonte me ushqime dhe e drejtonte të shkojë nga lagja që ishte në bojkot. Megjithse nuk ishte musliman, ai e bënte këtë sepse kishte një moral të vyer, fisnikërinë. Me këtë rast është mirë që të mos i konsiderojmë të gjithë ata që nuk janë në anën tonë armiq. Nëse dikush nuk është musliman si ne, kjo nuk do të thotë që është armiku ynë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur të mos kishte jo besimtar dhe të gjithë të ishin musliman, nuk do të ishte dërguar si profet. Nëse muslimanët dhe profeti sallallahu alaihi wasallam sa herë ta shihnin Hisham ibn Amr el-Amiri t'i thonin largë nesh pasi je jo musliman, ai nuk do t'i kishte ndihmuar gjatë bojkotit. Nëse pjesëtarët e fisit Banu Hashim do kishin parë që muslimanët dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk sillen mirë me ta, nuk do t'ju kishin ofruar mbrojtjen e tyre dhe nuk do t'i kishin vuajtur për 3 vite rresht pasojat e bojkotit. Ne si musliman kemi nevojë për bashkëjetesë me të gjithë. Kur Kureshët e kuptuan atë që vepronte Hisham ibn Amr el-Amiri, e morën dhe i thanë: "A ke ndjekur fenë e Muhamedit që i ndihmon?" "Jo," u tha, "unë kam fenë time." Ata e pyetën përsëri: "Po përse i ndihmon atëherë?" Ai u përgjigj: "Për shkak se janë farefisi im."
Kureshët i thanë: "Mos e përsërit më", dhe u larguan. Krahas kësaj që ndodhi, pas 3 ditësh, Hisham ibn Amr el Amiri nuk qëndroi dot pa u dërguar për të ngrënë përsëri. Këtëherë, Kureshët e kapën dhe filluan të rrahin. Derisa e godisnin, ai betohej që nuk do e përsëriste më. Megjithatë, nuk qëndroi dot pa u dërguar përsëri ushqim. Këtëherë, Kureshët nuk duruan dhe filluan ta keqtratojnë më shumë. Ai që e shpëtoi prej tyre ishte Ebu Sufjani, i cili megjithse ishte edhe ai nga paria e Kureshëve dhe nga armiqt e betuar të profetit, kur i pa duke rrahur u tha: "Lereni, se është një burr që kërkon të ruaj lidhjet me farefisin, mos i shkatroni të gjitha moralet tona." Me këta ju thoshte që me të vërtet që ne jemi kundër dhe i luftojmë, por kjo nuk do të thotë që të humbasim të gjitha vlerat dhe moralet tona për shkak se jemi armiq. Sot ka njerëz të cilët për interesa vetjake, me qëllim që të shtoj pasuritë e tyre, ndikojnë direkt në prishjen dhe humbjen e vlerave të mira të shoqërisë. Ne shohim sot videoklipe të cilat nuk kanë qëllim tjetër vetë se të prishin dhe shkatrojnë vlerat e shoqërisë. Ishte një qëndrim i Ebu Sufjanit, qëndrim i cili mund të jetë shkak që ai u udhëzua më pas dhe pranoi Islamin. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj kohe ndihi i lënduar pasi thirrja dhe mesazhi i tij kishte ngrirë për shkak të bojkotit. Asnjë gjatë 3 viteve nuk kishte pranuar Islamin. Kurse shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët ishin shpërndar në 3 drejtime. Disa prej tyre kishin emigruar në Abisini. Disa të tjerë ishin brenda lagjes së bashku me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe pjesa tjetër keqtrajtoheshin nga Kureshët në Mekë. Ajo që dukej nga e gjitha kjo ishte se me parametrat e njeriut, projekti i profetit sallallahu alaihi wasallam kishte dështuar. Muslimanët ishin të shpërndar, të rrethuar dhe keqtrajtoheshin. Krahas kësaj gjendje të rëndë, asnjë nga muslimanët nuk i than profetit sallallahu alaihi wasallam: "Qoftë se jemi lodhur, o i dërguari i Allahut." Në këto momente të vështira, Allahu i shpall ajete profetit sallallahu alaihi wasallam me të cilat e qetësonte atë dhe muslimanët e tjerë. Sigur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin çka janë në tokë që të gjithë. Ati do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Yunus 99. E ti thuaj: "E vërteta është nga Zoti juaj. E kush të doj, le të besoj. E kush të doj, le të mohoj." El-Kahf 29. Janë përgënjeshtruar të dërguar para teje. Duruan atë gënjeshtër dhe u torturuan përderisa u erdhi ndihma jonë. Prandaj, s'ka kush që ndryshon fjalët e Allahut. E ti je i njohur me disa nga ngjarjet e të dërguarve. El-An'am 34. Pra, ti jesh i durueshëm, se përfundimi është për të devotshmit. Hud 49. Ai që ruhet dhe bën durim, s'ka dyshim, Allahu nuk humb shpërblimin e punëmirëve. Yusuf 90. Nuk dërguam tjetër vetëm burra e ndihma u vonua, derisa të dërguarit gati e humnin shpresën, sot i besoi populli dhe menduan se u përgënjeshtruan, pse ende nuk i kapi dënimi. Atëherë u erdhi atyre të dërguarve ndihma jonë. Ne e shpëtuam atë që deshtëm. Yusuf 110. Dikush me drejt mund të pyes se përse u ndërprej mesazhi islam për 3 vite dhe përse gjithë ato vuajtje nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët. Kjo me qëllim që muslimanët ta kuptojnë që e vërteta është e shtrenjtë dhe kërkon sakrificë dhe durim.
me qëllim që të jetë si shembull për muslimanët të ardhshëm, që të dinë si ta mbrojnë të vërtetën dhe të sakrifikojnë për të. Gjithashtu, këto vuajtje kanë si qëllim që ideja dhe feja që kishin përqafuar të ngulitet dhe të bëhet pjesë e pandar e tyre. Ishte kjo sakrificë e tyre ajo që i bëri që dhe në betejën e Hunenit, kur të gjithë ja mbathën nga frika, vetëm këta qëndruan dhe kthyen humbje në fitore. Kjo pasi besimi dhe kjo ide kishte zënë vend në zemrat e tyre. Gjatë 3 viteve ata mund të dilnin çdo ditë dhe të thoshin se e mohojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mesazhin e tij, dhe të ushqeshin dhe të jetonin me nder. Megjithatë, nuk e bën. Një pyetje tjetër është se pse profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj kohe nuk i thërriste në islam anëtarët e fisit të tij që nuk ishin musliman. Kjo, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam në të tilla raste e dinte që thirrja më e mirë është morali dhe edukata e lartë. Ftesa më e mirë në të tilla raste është qëndresa dhe këmbgulja në mesazhin hynor. Ftesa me morale dhe qëndresën në rrugën që ke zgjedhur e shkundin tjetrin dhe e bëjnë të mendoj. Dhe sot ka raste që fjalët nuk vlen as pak para moralit dhe edukatës së mirë. Nëse prindrit nuk të falen dhe nuk i respektojnë detyrat fetare, më parë se tu flasësh rreth fesë, sillu mirë dhe me edukat me ta. Profeti sallallahu alaihi wasallam bashkë me muslimanët e tjerë qëndruan së bashku me jo muslimanët e fisit të profetit sallallahu alaihi wasallam për 3 vite rresht së bashku. Gjatë kësaj kohe do të ishte e mundër që të ndodhin konflikte fetare mes dy palëve, por diçka e tillë nuk ndodhi. Kjo për shkak se muslimanët dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kishin etik komunikimi me jo muslimanët dhe të gjithë njerëzit. Diçka të tillë duhet ta kenë parasysh muslimanë në perëndim. Sigurisht që ata duhet të jenë krenar me fenë dhe traditat e tyre, por duhet të dinë etikën e mirësjelljes dhe edukatës me të tjerët. Islami përmban norma etike me të cilat bashkon dhe nuk përçan, afron dhe nuk largon. Prandaj, muslimanët jetuan 3 vite me jo muslimanët në një lagje dhe në gjendje bojkoti dhe nuk ndodhi asnjë fërkim mes tyre. Pas 3 vite e bojkot, muslimanët sigurisht që ndiheshin të lodhur dhe të zhgënjyer ndiheshin dhe Kureshët, pasi me gjithë sa bën nuk arritën atë që deshen. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk hoqi dorë nga mesazhi i tij te fisi Benu Hashim, nuk pranuan ta dorëzojnë. Gjithashtu asnjë nga muslimanët nuk doli nga bojkoti duke mohuar profetin sallallahu alaihi wasallam dhe mesazhin e tij. Gjatë 3 viteve, profeti sallallahu alaihi wasallam shfrytëzonte sezonin e haxhit për të thirrur njerëzit në islam, pasi vetëm gjatë haxhit Kureshët e linin të lirë dhe nuk mund ta vrisnin. Një herë gjatë haxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam po falej te Qabja. Një nga pelegrinët që kishin ardhur për haxh, Amr ibn Abise, e pa dhe shkoi ta takoj. Kur vajte atje e pyeti: "Kush je ti?" "Unë jam profet", e aktheu profeti sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Abise e pyeti përsëri: "Çfarë është profet?" "Më ka dërguar Zoti", ju përgjigj përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam. "Po për çfarë të ka dërguar?" pyeti përsëri Amr ibn Abise. Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Më ka dërguar të urdhëroj të shkoj mirë me farefisin dhe t'i thyej idhujt." Amr ibn Abise e pyet përsëri: "Kë ke me vete?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet: "Një njeri të lirë dhe një skllav." Dhe i tregoi Ebu Bekrin dhe Bilalin, të cilët ishin bashkë. Amr ibn Abise e pa Ebu Bekrin që po bisedonte me Bilalin me dashuri
dhe u prek nga kjo. U prek pasi në Islam nuk ka ndryshime mes sklavit dhe një njeriu të lirë. Në Islam pasanikët nuk jetojnë të veçuar nga të varfrit duke parë secili hallin e tij. Nëse kërkon të shohësh se a është e fortë një shoqëri, shi se si i kanë të ndërtuara marrëdhëniet të varfrit me të pasurit. Kur pa këtë Amr ibn Abise, u ndikua dhe i tha profetit: edhe unë dua të të ndjek pas. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se ti je i dërguar i tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: ti nuk do të mundesh të jetosh në mesin ton. A nuk e sheh se në çdo gjendje jetojmë? Ktheu në vendin tënd, jeto mes popullit dhe duro, derisa të dëgjosh që unë kam triumfuar dhe qaben e kam unë në dorë. Atëherë eja tek unë. Tregon Amr ibn Abise. Pas kësaj nuk e kam parë më profetin sallallahu alaihi wasallam. Derisa po largohesha prej tij, kthehesha shpesh që ta shoh me qëllim që fytyra e tij të mbushte sytë e mi. Arrita te populli im dhe qëndrova atje për një kohë të gjatë, pothuaj 15 vjet, duke vazhduar në rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdova kështu derisa mora vesh që profeti sallallahu alaihi wasallam kishte triumfuar dhe çështja e Qabes tani ndodhej në duart e tij. Kështu mora rrugën dhe shkova të takoj. Kur arrita atje dhe e pash, e pyeta: a të kujtohem unë, o i dërguari Allahut? Ai më përgjigj: ti je Amr ibn Abise, dhe më përqafoi fort. Pasi përfundonte sezoni i haxhit, profeti sallallahu alaihi wasallam kthehej përsëri në lagjin e Banu Hashim dhe qëndronte së bashku me të tjerët. Në fundin e vitit të tretë të bojkotit, edhe vetë Kureshët e panë që diçka e tillë ishte pa dobi. Tre nga paria e Kureshëve, Mutam ibn Adi, Ebul Bukhturi ibn Hisham dhe Hisham ibn Amr el-Amiri, diskutuan dhe thanë: deri kur do të ushqehemi ne dhe do lëm në uri Banu Hashimët? Të tre këta ishin jo musliman dhe të tillë vdiqën. Për Zotin, diçka e tillë nuk mund të vazhdojë. Le të dalim dhe t'ju themi Kureshëve që ta grisim dokumentin e nënshkruar. Për këtë ranë dakord me një plan që do e zbatonin të nesërmen. Plani ishte që tre do të shkonin të nesërmen në kuvendin e Kureshëve dhe derisa qëndronin do të çojë njëri prej tyre dhe thërriste: dokumenti që kemi nënshkruar është i padrejtë, dhe dy të tjerët do ta mbështesnin. Të nesërmen vajtën dhe u ulën në tre vende të ndryshme. Derisa diskutonin rreth bojkotit, Ebu Sufjani po përpiqej t'ju jap vullnet dhe të shtynin më tepër. Dëgjohet zëri i Mutam ibn Adi që tha: ky dokument është i padrejtë. Një zë i dytë thiri: ai duhet coptuar. Një i tretë dëgjua: diçka e tillë nuk mund të zgjasë më. Ebu Sufjani u befasua nga kjo dhe tha: kjo është diçka e thurur natën. Me zërat që kërkonin ta coptojnë dokumentin, u përzihen dhe zërat e shumicës së njerëzve të pranishëm në kuvend. Në çastin që Kureshët po binin dakord për ta grisur dokumentin, ndodh diçka te profeti sallallahu alaihi wasallam. Në ato çaste zbret Xhibrili dhe i tregon profetit sallallahu alaihi wasallam që Zoti ka dërguar një krimb i cili e ka ngrënë të gjithë dokumentin përveç fjalës me emrin tënd, o Zot. Kur dëgjon këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam thret xhaxhain e tij Abu Talibin dhe i thot: Zoti im më lajmëroi që ka dërguar një krimb i cili e ka ngrënë të gjithë dokumentin përveç fjalës me emrin tënd, o Zot. Abu Talibi pyeti: a Zoti ju të lajmëroi? Po, ju përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Abu Talibi u nis drejt Kureshëve. Ai nuk e dinte se çfarë po ndodhte mes tyre në ato çaste. Kur arriti te Kureshët, ai u tha:
djali vëllait tim më ka treguar që Zoti i tij ka dërguar një krimb që e ka ngrënë të gjithë dokumentin që ju keni vendosur brenda Qabes, përveç fjalës në emrin tënd, o Zot. Prandaj, hyni brenda, dhe nëse fjalët e tij janë të vërteta dhe ai kurrë nuk më ka gënjur, le të japim fund këtij bojkoti. Kështu ranë dakord të gjithë dhe hynë brenda Qabes, ku pan krimbin i cili kishte ngrënë dokumentin nga të gjitha anët, përveç fjalës në emrin tënd, o Zot. Zoti në momentet të caktuar i ndryshon ligjet në tokë, pasi çdo gjë është pronë e tij. Ai urdhëron thikën të mos e pres Ismailin a.s. dhe ajo nuk e preu. Ai e urdhëroi zjarrin të mos e djeg Ibrahimin a.s. dhe ai nuk e dogji. Ai urdhëroi balenën të mos e tres Yunusin a.s. dhe ajo nuk e treti pasi kishte gëlltitur. Ai të shpëton në mes të zjarrit, o zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin, El-Anbiya 69. Ai nxjerr burime ujë nga shkëmbi, e kur Musait i kërkoi ujë populli i vet, ne udhëzuam duke i thënë, bjeri me shkopin tënd gurit, ai i ra, dhe prej tij gufuan 12 kroje, El-Araf 160. Mos thuaj se gjendja në të cilën ndodhen muslimanët sot është e vështirë të ndryshoj. Ku e ke besimin dhe sigurinë të Allahu? Gjithçka është e mundur, por prej nesh kërkohet që të punojmë dhe derdhim djerës fillimisht. Ndihma e Allahut të vjen dhe me anë të një krimbi të vogël. Zoti nxjerr sigurinë nga mesi i frikës dhe trishtimit. Kur nëna e Musait u frikësua se mos ia vrasin foshnjën, Zoti urdhëroi: e kur të kesh frikë për të, atëherë atë hidhe në lum. Kasas 7. Dhe nxjerr besimin nga mesi i armiqve të fesë. E atë gjeti familja e faraonit, ashtu që në fund ai të bëhet atyre armik e dëshpërim. Kasas 8. Zoti është ai që në ditën e parë të muajit Ramazan zemrat e një ummeti të tërë i bën që të duan të adhurojnë me agjërim, dhe kjo çdo vit. Muslimanët dolën nga bojkoti të lodhur, por fitimtar. Megjithse asnjë tjetër nuk kishte pranuar Islamin, por ideja e tyre kishte triumfuar dhe nuk u përulën para vështirësive. E drejta është e fuqishme dhe gjithmonë ajo do të triumfoj. Allahu në Kur'an rreth këtij realiteti thot: përkundrazi, ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën dhe ajo triumfon mbi të, ndërsa ajo gënjeshtra zhduket. El-Anbiya 18. Gjatë kohës së bojkotit, Ebu Lehebi ishte i vetmi që ishte përjashtuar prej tij, megjithse ishte nga Benu Hashim. Kjo për shkak të armiqësisë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Por kur përfundoi bojkoti, i gjithë fisi i tij e përbuznin dhe nënçmonin për atë që bëri. Edhe kur vdiq, ai vdiq në mënyrë shumë të rëndë. U sëmur nga një sëmundje lëkure dhe filloi të qahej lëkura. Kur vdiq, as fëmijët e tij nuk e preknin dot nga frika se mos sëmundja është ngjitse. Kështu e tërhoqën zvarr dhe e mbuluan me gur dhe sa më larg që mundnin. Surja Meset është simbol për çdo që preferon interesin vetjak ndaj të drejtës. Ai nuk është vetëm për Ebu Lehebin, por për çdo që armiqësohet me drejtën për interesat e tij vetjake. Surja Meset është dhe e shkurtër me qëllim që t'ju mësojmë fëmijëve që në vegjëli. Ebu Lehebi mallkohet nga gjuhët e fëmijëve dhe gjithë atyre që e lexojnë, edhe pas 1400 viteve. Zoti e ka vendosur këtë surë në fund të Kur'anit dhe e ka bërë të shkurtër me qëllim që t'ua mësojmë fëmijëve dhe ta dinë që në fëmijëri që ai që armiqësohet me drejtën për shkak të interesit, fundin do e ketë si Ebu Lehebi. Çfarë do lloj posti të kesh o vëlla, mos u armiqëso me drejtën për shkak
të interesit vetjak. Autori tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili, ilustrimi artistik Florent Rustemi.